përfaqësuesi i UNICEF-it, i cili vjen nga një vend si Turqia, ku ka një eksperiencë të madhe në qasjen ndaj problematikës së kategorive në nevojë dhe ku ka një përpjekje të vazhdueshme për të gjendur pranë njerëzve në nevojë, kur tha që Shqipëria ka një strategji në këtë sektor që është e dalluar në të gjithë rajonin. Dhe nëse kjo është e vërtet, që është e vërtet, është sepse na ka ndihmuar shumë ndërveprimi me Komisionin Evropian dhe na ka ndihmuar shumë procesi i negociatave për antarësim. Ky është një rast tipik konkret për të kuptuar rëndësinë e negociatave të antarësimit, jo thjesht si provime që duhen kaluar për të arritur më në fund të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian, por si momente që përcaktojnë rritjen e nivelit të cilësisë në çdo sektor ku ato momente prekin këtë ndërveprim me Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që Bashkimi Evropian është mekanizmi më i sofistikuar i mbështetjes dhe i mirëqenies sociale. Bashkimi Evropian zotëron rrjetin më të avancuar të mbështetjes nga shteti, nga sektori publik, i familjeve, i individëve, i kategorive shoqërore që janë më vulnerabël. Dhe mësimet e marra në këtë proces janë përkthyer në një rezultat këtu. Prandaj shumë faleminderit Silvio për gjithë mbështetjen. Më vjen keq që gabove duke menduar që ishte i fundit, se pas teje pati më të rëndësishëm se ty si ministri i pushtetit vendor, si drejtuesi i UNICEF-it, e pastaj merri radhë mua, kështu që unë nxitove kur the që kur na peçi nga lart poshtë. Në fakt, tani ti je poshtë, unë jam lart, siç je shef. Ndërkohë, dua të falenderoj edhe përfaqësuesin e UNICEF-it. Realisht kemi nevojë për këtë bashkëpunim. Nëse Bashkimi Evropian i ka të dyja, ka edhe lekët, ka edhe mendjen. UNICEF-i nuk ka lek, po ka mendjen, ka dhe zemër. Kështu që kinezët thonë një mendje, hiç mendje, dy mendje, një mendje, tre mendje, dy mendje. Kështu që bashkimi i mendjeve tuaja bën një mendje për ne, edhe mendja jone, dhe pastaj zemrën e kemi vetë ne, të tjerë turk, ndërkohë